Profesori shton se njerëzit e Bidenit u anuan edhe më shumë drejt Serbisë, duke mos thënë asgjë të dobishme, kur u rrëmbyen 2 policë të Kosovës brenda territorit të saj. Kur Vučić dërgoi njerëz të dhunshëm për të sulmuar paqërojësit e NATO-s, Washingtoni foli shumë pak. Kur Serbia organizoi sulmin terrorist në Kosovë, ata nuk bën asgjë. Profesori amerikan analizon se nuk pret që administrata e dytë e Trump të bëjë diçka ndryshe, pasi pret që së pari të vendosë si prioritet projektet ekonomike të dhëndrit Jared Kushner në Shqipëri dhe Serbi. Ju mund të prisni që Trump të mos bëjë asgjë që rrezikon projektet e Kushner me paratë saudite. Kjo do të thotë se do të vazhdojë të anohet edhe më shumë drejt Beogradit dhe larg Prishtinës, megjithatë jo larg Tiranës. Shqipëria dhe Serbia pajtojnë në shumë gjëra, përfshirë nevojën që liderët e tyre të qëndrojnë në pushtet pas një opozite serioze. Serber thekson se lidhatimi ndaj Beogradit do të vazhdojë, ndërsa parashikon një përkeqësim të situatës nëse Washingtoni i rikthehet ideve për ndarjen e Kosovës në vija etnike. Bashkimi Evropian